Doja shumë që t'jetonim në një realitet kështu kaq të qartë, ku dihet që në këtë botë kemi ardhur nga një Zot që na ka thënë bëni këto 5 gjëra, dhe bë këto 5 gjëra dhe jeni përjetësisht të lumtur. Është jashtëzakonisht sjell shumë paqe, këtë e kuptoj. Po, nëse duam të jemi me këmbë në tokë, duhet t'i themi atij tipit njerëz që avash vlla kush je, edhe si ta dimë që ti po më thua të vërtetën, ka shumë rëndësi apo? Po nuk është për ty një provë që për sa i përket komunitetit, feja funksionon me të gjitha ato zëmtësitë që ti përdor. Po ne avokati i fesë ose do të thosh avokati i djallit, po duket shumë e keqe në këtë kontekst. Se në momentin që ne do arrijmë thresholdin që gjithë secili do jetë i mirë, pa mëkate, i pastër etj. Dhe dijen e gjithë secilit. Gjë të jesh i lumtur, edhe një gjë tjetër është të jesh i lumtur pa dituri. Nuk ka pasur asnjë moment në histori që të gjithë njerëzit janë përshtatur fesë. Kuptoj se çfarë thua, po unë jam duke kërkuar atij që më thotë që kjo është formula e jetës, si ta dimë që kjo është formula e jetës? Try it. Bu. Co i? Po.